Urrështja e varit flet, misteri gjarpërimbe. Në errësirën e thellë të tokës, aty ku njeriu rikthehet pas udhëtimit të tij në këtë botë, ekziston një botë tjetër, një realitet i padukshëm për sytë tanë, por i përmendur qartë në tekstet e shenjta. Varrimi është fundi një kapitulli dhe fillimi një tjetri, një jetë që Islami e quan jeta e berzahut. Por në mesin e tregimeve që qarkullojnë ndër njerëz, një pyetje tronditëse shpesh ngrihet. A ka ndodhur ndonjëherë që gjatë hapjes së varrit të shfaqen gjarpërinë? Dhe çfarë do të thotë kjo sipas Islamit? Një rrëfim që ngjall frikë, ka histori të përhapura në vende të ndryshme, ku thuhet se gjatë hapjes së një varri për të varrosur një të ndjer, janë parë gjarprinj ose krijesa të tjera që dalin nga toka. Këto rrëfime shpesh përshkruhen me emocione të forta, si shenja paralajmëruese apo ndëshkime hyjnore. Por këtu duhet të ndalemi dhe të pyesim, a mbështeten këto histori në burime autentike islame? Çfarë thot Islami në të vërtetë? Në fen islame, çdo pretendim për një fenomen të mbinatyrshëm duhet të mbështetet në Kur'an ose në hadithe autentike të profetit Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të. E vërteta është kjo. Nuk ka asnjë hadith autentik që përmend shfaqjen e gjarprimve fizik në varr gjatë varrimit. Megjithatë, Islami flet qartë për dënimin e varrit dhe për forma të ndryshme ndëshkimi për ata që kanë bërë mëkate të rënda. Profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të, ka thënë: varri është ose një kopësht prej kopshteve të xhenetit, ose një grop prej gropave të zjarrit. Dënimi i varrit, një realitet i padukshëm. Islami na mëson se pas varrimit njeriu përballet me një jetë e re në varr. Aty ai pyeten nga dy engjëjt dhe sipas veprave të tij, ai përjeton rehati ose vuajtje. Në disa hadithe përmendet se disa njerëz ndëshkohen për përgojim, disa për moskujdes ndaj pastërtisë, disa për padrejtësi dhe mëkate të fshehta. Por këto ndëshkime janë shpirtërore dhe të padukshme për njerëzit, jo domosdoshmërisht të dukshme, si gjarprim fizik që dalin nga toka. Po gjarprimt, a kanë ndonjë simbolik? Në disa tregime jo të verifikuara ose në literaturë popullore, përmenden gjarpërinë si simbolin ndëshkimit në varr, por këto nuk janë të mbështetura në hadithe të sakta. Pra, nuk mund të themi me siguri se shfaqja e gjarpërimve në varr është një shenjë hyjnore për të vdekurin. Nuk duhet të gjykojmë një të vdekur bazuar në një fenomen të tillë. Islami ndalon rreptësisht gjykimin e fatit të dikujt pas vdekjes pa prova të qarta. Çfarë thot Kurani? Allahu i Madhëruar thotë në Kur'an: çdo shpirt do ta shijojë vdekjen dhe vetëm në ditën e Kiametit do t'ju jepet shpërblimi i plot. Surja Ali Imran 185. Dhe gjithashtu, Allahu nuk i bën padrejtësi askujt, as një grimc. Surja Nisa 40. Kjo na kujton se drejtësia hyjnore është e përkryer. Ndëshkimi dhe shpërblimi janë të bazuara në dijen e plotë të Allahut. Njerëzit nuk kanë kompetencë të gjykojnë përfundimin e të tjerëve. Si duhet të sidhemi në raste të tilla? Nëse dikush përballet me një situatë të pazakontë gjatë varrimit, si prania e gjarpërimve apo krijesave të tjera, Islami na udhëzon të qëndrojmë të qetë dhe racional, mund të jetë fenomen natyror. Mos nxjerrim përfundime fetare pa prova. Të bëjmë dua, lutje për të ndjerin, të kërkojmë falje për të dhe mëshirë nga Allahu. Profeti, paqja qoftë mbi të, ka thënë: kërkoni falje për vëllain tuaj dhe lutuni që ai të qëndrojë fort, sepse tani ai po pyetet. A është kjo një shenjë e keqe për të vdekurin? Jo domosdoshmërisht. Islami nuk e lidh një fenomen fizik të tillë me gjendjen e shpirtit të ndjerit. Vetëm Allahu e di çfarë ka bërë njeriu në fshehtësi. Gjykimi përfundimtar i takon vetëm atij. Një mesazh për të gjallët. Në vend që të friksohemi nga histori të paqarta, Islami na fton të reflektojmë. A jemi të drejtë në jetën tonë? A ruajmë gjuhën nga përgojimi? A jemi të sinqertë me Zotin dhe njerëzit? Sepse në fund nuk janë tregimet që na shpëtojnë, por veprat tona. Gjarpërinjt mund të shfaqen në tokë për arsye natyrore, por mesazhi i vërtetë i Islamit nuk qëndron në frikën nga kjo pamje. Ai qëndron në përgatitjen për jetën pas vdekjes. Varrimi nuk është fundi, është fillimi i një realiteti që nuk mashtron. Dhe siç thot Allahu: o ju që besuat, friksojuni Allahut dhe le të shikojë çdo shpirt çfarë ka përgatitur për nesër. Surja Hashr 18. Sepse një ditë çdo varr do të hapet dhe atëherë e vërteta do të flasë vetë.